Partia Socialiste ka çelur zyrtarisht fushatën elektorale, ndonse tha se do të mblidhen sot në orën 12. Edi Rama vendosi të mbajë një aktivitet pak para mitingut të PD. Rama mblodhi te Teatri i Operës dhe Baletit gratë e PS, teksa plani ishte që të kishte lidhje direkte me 12 qarqet e vendit, si dhe me gratë e diasporës, por ky skenar duket se nuk i eci si duhet. Pas 2-3 lidhjeve pati probleme dhe Edi Rama u detyrua të marrë fjalën para kohe, pasi pritej që ai të fliste në fund, deri diku në të njëjtën orë me Sali Berishën. Rama tha se më 12 maj Shqipëria do të zgjohet e mbuluar me rozë. Mes dy palve, unë zgjedh të parat gjithmonë, nënat, bijat dhe motrat. Sot në ditën e rënies së gongut të fushatës zgjedhore, nuk mund ta nisim këtë etapë veç se kështu me gratë dhe vajzat. Meritojnë të quhen komando të armatës son fitimtare që koordinojnë veprimtaritë të gjitha njësive të skuadrës, jo vetëm brenda, por edhe jashtë Shqipërisë. Ai flamur që ju keni qëndisur zonë më zonë në njësi më njësi, do ta mbuloj të gjithë hartën elektorale të 11 majit. Në mëngjesin e 12 majit, Shqipëria do të ngrihet e mbuluar me rozë, që është ngjyra e grave dhe vajzave, por edhe ngjyra e PS, tha Rama. Mëtej ai sulmoi opozitën duke kujtuar akuzat e saj se Rama fiton për shkak të lidhjeve me krimin. Rama vijoi me avazin se vetëm PS e ka luftuar krimin dhe korrupsionin. U them atyre që ju bien fyllit prej shumë vitesh në të njëjtën vrim, se kjo parti ka mbështetjen e krimit, prandaj është e pathyeshme. Dhe këtë e thon njerëz që kanë vrarë në bulevard me pushkët e shtetit, apo ata që mllefin e kanë si motiv për të zgjuar në mëngjes. Askush asnjëherë më parë nuk e ka luftuar korrupsionin siç kemi bërë ne. Dhe e dyta, ata le të vazhdojnë që të bien atij fylli, tha ai. Rama vijoi me sulme ndaj primareve. Me ironi komentoi faktin që Berisha la jashtë listës kandidatin më të votuar të primareve në Tiranë, Hysén Kadiun. Është kthyer si hapse dyersh të pahapura prej vitesh, nga Kamza në Shkodër, me fitore dhe tani në Kavaj, mezi pres të shohë se çfarë do të dalë më 11 maj. Aq më tepër në kushtet kur Këneta ja gëlltiti Kavajës mu në thellësitë e zorrëve të veta, fituesin e primareve të gjithë Tiranës. Mos duar tërkisni se është gjynai. Ai besoi tek primaret dhe përfundoi duke u bluar në zorrat e Kënetës, që i la me të dy gishta demokratët e Kavajës, ndërsa ne i kemi dhënë atij qytetit 2 deputetë në listë mbyllur, që i kanë deputet, Elisën dhe Ilvën, dhe 2 kandidat burra, ish kryeministrin Majko dhe një djalë Kavaje. 4-0 është niveli i respektit mes Kavajës dhe Kënetës madhështore, tha Rama. Në fund Rama nuk kurseu sulmet as ndaj strategut të fushatës së PD, Kris Lasivita, teksa i etiketoi krerët e PD si tuf delirantësh. Njëherë thonë erdhi Sherifi, pastaj thonë erdhi Latifi. Vetëm një magji mund ta shpëtojë nga disfata Kënetën, dhe këtë e di edhe ai magjistari. Vetëm një magji e shpëton. Magjia do t'i ndodhi, por do i dali së prapthi. Këneta do të pësoj humbjen më të madhe që nga 1997.